Disa mijëra emigrantë shqiptarë që janë kthyer ditët e fundit nga Greqia për të kaluar sezonin veror në Shqipëri po kërkojnë të pajisen me kartat e identitetit dhe pasaportat biometrike. Në zonat jugore të Shqipërisë të prekura ndjeshëm nga emigracioni pranë zyrave të lëshimit të këtyre dokumentave, vazhdon një interes similar të emigrantëve. Shumë prej tyre po përpiqen të përfitojnë nga koha e qëndrimit në Shqipëri për të pajisur me këto dokumenta, ndërsa jo pak gjejnë edhe vështirësi për shkak të problemeve teknike që shpesh kanë zyrat e lëshimit të kartave të identitetit. Mungesa e aksesit të internetit, atë e gjata apo edhe probleme me pajisjet bëjnë që në jo pak raste emigrantët shqiptar të shtyjnë qëndrimin në Shqipëri. Kthimi i emigrantëve shqiptar nga jashtë vendit rrit gjatë sezonit veror kërkesën për shërbime nga administrata shqiptare. Kërkesat për pasaporta, certifikata familjare, kartat e identitetit, dokumentet e automjeteve janë në një ritëm të lartë duke i vënë në mjaft qytete dhe zyrat e administratës në vështirësi. Nga ana tjetër edhe administrata vendore apo qendrore një gjatë muajit korrik dhe gusht reduktim për shkak të lejeve të personelit për sezonin veror dhe kjo i bën disa nga shërbimet edhe më të vështira për emigrantët. Autoritetet shqiptare njoftuan se për të lehtësuar pajisjen e emigrantëve me kartat e identitetit dhe pasaportat biometrike, po punojnë që ky shërbim të ofrohet pranë selive konsullore në Greqi duke filluar tetorin e këtij viti. Duke përsëritur një praktikë të mëparshme kur pasaportat lëshoheshin edhe në selit konsullore në Greqi, autoritetet shqiptare thonë se kjo do të lehtësonte emigracionin në këtë vend për marrjen e këtyre dokumenteve. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raimond Kola.